Ju përshëndes të gjithëve, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua, Ernida Luzi. Vijon puna intensive për përmbylljen e negociatave të integrimit në Bashkimin Evropian me fokus të veçantë te kapitulli 15 energjia. Zëvendës kryeministra dhe njëherës ministra e infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluku, u shpreh se të gjithë janë të angazhuar plotësisht në këtë proces historik. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë vijon intensivisht punën për përmbylljen e negociatave të integrimit në Bashkimin Evropian për 4 nga kapitujt më të rëndësishëm me fokus të veçantë te ai 15 energjia. Zëvendës kryeministre dhe njëherësi ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku ka publikuar momente nga mbledhja e skuadrës së drejtuar nga Engelida Muçaj, krye negociatore e Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë. Balluku u shpreh se të gjithë janë angazhuar plotësisht në këtë proces historik. Shqipëria synon që në vitin 2027 t'i ketë plotësuar kushtet për përmbylljen e negociatave me BE. Ndërkohë, në 2025 Shqipëria i çeli negociatat për 33 kapituj, më 17 nëntor çeli negociatat për 5 kapitujt e fundit. Në 2026 Shqipëria do të kalojë dhe po punon intensivisht për të futur në fazën e mbylljes së negociatave për antarësim. Procesi përfshin koordinimin e drejtuesve të institucioneve dhe ekspertëve të fushave përkatëse, me qëllim përgatitjen e plotë të vendit për kërkesat dhe standardet e BE-s në sektorët kyç. Ministri i Financave Petrit Mala dhe drejtori i përgjithshëm i doganave Genti Gazheli zhvillua një vizitë pune në 2 kompani shqiptare, të cilat kanë përfituar statusin e operatorit ekonomik të autorizuar. Ata vlerësuan lehtësitë që sjell ky status, duke i bërë thirrje të gjithë bizneseve të aplikojnë për të përfituar. Ministri i Financave Petrit Mala së bashku me drejtorin e përgjithshëm të doganave Genti Gazheli zhvilluan një vizitë pune në 2 kompani shqiptare, të cilat kanë përfituar statusin e operatorit ekonomik të autorizuar. Ministri Malaj u njoh nga afër me aktivitetin e kompanive dhe me përfitimet që ka sjellë ky status. Pra ju krijon një lloj efikasiteti dhe konkurrueshmërie për sa i përket aktivitetit tuaj tregtar. I rekomandosh të gjithë bëjnë aplikimet sepse është një përfitim shumë i mirë. Gjithë furnizimi i kamionave, që është një numër i konsiderueshëm gjatë procesit punës, të vinë direkt në ambientet e operatorit, edhe mos paraqiten në ambientet e doganës. Shqipëria po ecëm në hapa të shpejtë edhe drejt, po themi, parafrimit të gjithë kuadrit saj ligjor me direktivat e Bashkimit Evropian. Në këtë këndvështrim edhe drejtoria e përgjithshme e doganave është aktualisht duke punuar për të parafruar dhe për të harmonizuar të gjithë kodin doganor me kërkesat doganore të Bashkimit Evropian. Prandaj, këto facilitete të cilat ju tashmë i keni përfituar, duhet i përfitojnë dhe operatorët të tjerë në mënyrë që të jenë dhe ata më efikas dhe më konkurrues. Më pas në kompanin tjetër, e specializuar në tregtimin me shumicë e pakicë të materialeve elektrike civile, industriale, si dhe projektimin dhe instalimin e tyre, Ministri i Financave vlerësoi lehtësitë që sjell statusi operatorit ekonomik të autorizuar dhe i bëri thirrje të gjithë bizneseve që të aplikojnë. Fakti bëjmë thirrje gjithë subjekteve që të përfitojnë këtë status, sepse ju krijon goxha lehtësi në të bërit biznes. Ministri Malaj dhe drejtori i përgjithshëm i doganave kanë thënë se Shqipëria po punon intensivisht për parafrimin e kodit doganor me legjislacionin e Bashkimit Evropian, proces që pritet të përfundojë brenda këtij viti. Deklarata individuale vjetore e të ardhurave Diva 2025 përfundon së plotësuari më 31 mars 2026. Për herë të parë këtë vit, nga baza e tatueshme e prindërve me fëmijë nën moshën 18 vjeç, do të zbritet shuma 48.000 lekë për çdo fëmijë. Qytetarët vijojnë të dorëzojnë deklaratën individuale vjetore të ardhurave e njohur si Diva 2025 përmes platformës online, ndërsa fati fundit për deklarim është 31 mars 2026. Sipas drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, detyrimi për dorëzimin e deklaratës u përket individëve që gjatë 2025-s kanë patur një pagë mujore mbi 100.000 lekë ose të ardhura vjetore mbi 1.2 milion lekë. Deklarata është e detyrueshme gjithashtu për personat të dy punësuar, si dhe për ata që kanë përfituar të ardhura nga burime të tjera mbi 50.000 lekë në vit, për të cilat nuk është mbajtur tatimi në burim. Në këtë kategori përfshihen edhe të ardhurat të siguruara nga disa platforma online. Njërisi e rëndësishme për këtë vit lidhet me përfitimet për familjet me fëmijë. Për herë të parë, prindërit me fëmijë në moshën 18 vjeç do të kenë mundësi të përfitojnë zbritje nga baza e tatueshme në vlerën 48.000 lekë për çdo fëmijë. Kjo lehtësi
do të aplikohet vetëm nga njëri prej prindërve, ai që ka të ardhurat më të larta në familje. Për këtë skem të re, qeveria ka parashikuar fondin prej 1.5 miliard lekësh në buxhetin e shtetit. Edhe qytetarët që nuk kanë detyrim ligjor për të dorëzuar divan, mund të plotësojnë deklaratën në mënyrë vullnetare për të përfituar nga këto lehtësira fiskale. Tatim paguesit mund të kontrollojnë deklaratën e tyre të paraplotësuar në sistemin përkatës dhe të aplikojnë për zbrite që u takojnë, duke bërë procesin më të thjeshtë, më të shpejtë dhe më të sigurt. Rimbursimi të TVSH-s vijon të shoqërohet me hezitim nga një pjesë e bizneseve. Sipas të dhënave të fundit të Këshillit të Investimeve, vetëm gjysma e kompanive që kanë të drejtë rimbursimi zgjedhin të aplikojnë, ndërsa për ato që aplikojnë, procesi ka rezultuar në shumicën e rasteve efektiv. Rimbursimi i TVSH-s vijon të mbetet një proces ku bizneset tregon një nivel të moderuar besimi. Sipas të dhënave të anketës së Këshillit të Investimeve, rreth 1 në 2 kompani që kanë të drejtë për rimbursim zgjedhin të aplikojnë për përfitimin e TVSH-s të rimbursueshme. Arsyet kryesore të hezitimit lidhen me mungesën e besimit dhe kompleksitetin e procedurës në sistemin elektronik, edhe pse të dhënat tregojnë një realitet tjetër për kompanitë që aplikojnë. Për këto subjekte, procesi rezulton kryesisht efektiv pasi 9 nga 10 kompani që aplikojnë përfitojnë realisht rimbursimin e TVSH-s. Të dhënat evidentojnë gjithashtu se rimbursimi merret kryesisht pas ushtrimit të kontrollit tatimor, por që prej vitit 2022 vërehet një rritje e ndjeshme e rasteve të rimbursimit automatik nga sistemi. Kjo tendencë sinjalizon një lëvizje të administratës drejt automatizimit dhe rritjes së besimit në proces. Një rol të rëndësishëm në këtë drejtim ka luajtur edhe digitalizimi. Krahasuar me vitin 2022, besimi ndaj platformës digjitale të rimbursimit është rritur ndjeshëm, ku 7 nga 10 kompani deklarojnë se ajo e ka lehtësuar procesin, veçanërisht për bizneset eksportuese. Gjatë vitit 2025, rimbursimi i TVSH-s konsiderohet problematik vetëm nga 3 në 10 kompani, një përmirësim i dukshëm krahasuar me vitet e mëparshme. Megjithatë, mungesa e besimit dhe perceptimi për procedurat të ndërlikuara mbeten ende pengesat kryesore për aplikim, pavarësisht përmirësimeve të evidentuara në funksionimin e sistemit. Me një vendim të posaçëm të qeverisë, së shpejti do të ngrihet Agjencia Kombëtare e Ekonomisë së Mbetjeve, e cila do të jetë shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror dhe që do të ofrojë shërbim kundrejt pagesës. Shqipëria do të ketë një agjenci të posaçme për menaxhimin e mbetjeve me qëllim krijimin e të ardhurave prej tyre. Vendimi publikuar në fletoren zyrtare dhe tashmë në fuqi përcakton se Agjencia Kombëtare e Ekonomisë së Mbetjeve SHA, me emrin e shkurtuar AKEM SHA, është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, e themeluar me qëllim përmbushjen e objektivave të përcaktuara në ligjin për menaxhimin e integruar të mbetjeve. Autoriteti publik që përfaqëson shtetin si pronar të 100% të aksioneve të shoqërisë aksionare është Ministria e Përgjegjëse për Mjedisin. Referuar vendimit, Agjencia Kombëtare e Ekonomisë së Mbetjeve SHA ofron kundrejt pagesës shërbimin e trajtimit fundor të mbetjeve dhe çdo shërbim tjetër në përputhje me qëllimin e krijimit dhe statusin e saj. Kapitali fillestar për krijimin e agjencisë është 20 milion lek dhe Ministria e Mjedisit brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi ndjek procedurat e nevojshme ligjore për themelimin dhe miratimin e statutit të shoqërisë aksionare dhe regjistrimin e Agjencisë Kombëtare të Ekonomisë së Mbetjeve SHA në Qendrën Kombëtare të Biznesit. Organet drejtuese të Agjencisë Kombëtare të Ekonomisë së Mbetjeve SHA, sipas vendimit, janë Asambleja e Përgjithshme e Aksionarit, Këshilli Mbikëqyrës, administratori. Këshilli Mbikëqyrës ka 5 anëtarë që emërohen nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionarit, prej të cilëve 2 përfaqësues nga Ministria e Përgjegjëse për Mjedisin, 1 përfaqësues nga Ministria e Përgjegjëse për Financat, 1 përfaqësues nga Ministria e Përgjegjëse për Pushtetin Vendor dhe 1 përfaqësues nga Ministria e Përgjegjëse për Ekonominë. Burimet e financimit të shoqërisë AKEM SHA janë në përputhje me parashkimet e ligjit për menaxhimin e integruar të mbetjeve. Agjencia e Prokurimit Publik ka evidentuar rastet ku autoritetet kanë vendosur kritere të panevojshme në tender, çka kufizon pjesëmarrjen e operatorëve ekonomik. Për këtë është kërkuar të tregohet kujdes i shtuar në përgatitjen e dokumentacionit. Institucionet publike duhet të tregojnë kujdes të shtuar në përgatitjen e dokumenteve të tenderit, duke argumentuar qartë çdo kriter të kërkuar dhe duke e lidhur atë drejt për drejt me objektin e kontratës. Kërkesa vjen nga Agjencia e Prokurimit Publik, që thekson se shpesh janë identifikuar raste kur autoritetet kanë vendosur kritere të panevojshme, të paarsyeshme dhe jo proporcionale, çka kufizon pjesëmarrjen e operatorëve ekonomik dhe konkurrencën në treg.
Në një rekomandim të fundit të APP-s, thuhet se kërkesat për fuqi punëtore, mjete teknike, certifikimi apo licenca profesionale duhet të bazohen vetëm në nevojat reale të kontratës, të mbështetura nga analizat teknike dhe argumentim ligjor. Po ashtu APP-u kërkon autoriteteve kontraktore të shmangin kërkesat që nuk lidhen me objektin e prokurimit, si dhe vendosin e detyrimeve të pajustifikuara sa i përket numrit të personelit apo eksperiencës së mëparshme. Një tjetër element i rëndësishëm i rekomandimit është dhe çështja e afateve për pranimin e ofertave, ku APP paralajmëron se shkurtimi pa justifikuar i afatit ligjor mund të çojë në kufizim të konkurrencës dhe transparencës. Dokumenti thekson se procedurat duhet të respektojnë afatin minimal të parashikuar në ligj, përveç rasteve të veçanta, kur vërtet ekziston një urgjencë argumentuar. APP ndalet edhe te prokurimet mbi kufit e lartë monetar, ku dokumentet e tenderit duhet të hartohen në gjuhën shqipe dhe angleze, si dhe te kërkesat për paraqitjen e mostrave apo autorizimeve të prodhuesve, duke kërkuar që këto të përdoren vetëm kur janë teknikisht të justifikueshme. Kosova, Italia dhe Greqia mbeten burimet kryesore të hyrjeve në vend, ndërsa rritjet të fortë shënojnë Gjermania, Franca, Mbretëria e Bashkuar, Izraeli dhe India. Të dhënat tregojnë se Shqipëria po zgjerohet si destinacion turistik me rritje të qëndrueshme. Hyrjet e shtetasve të huaj në Shqipëri kanë shënuar rritje të fortë dhe të vazhdueshme gjatë dekadës së fundit. Nga 4.1 milion hyrje në vitin 2015, numri u rrit në gati 12.5 milion në vitin 2025, një rritje totale prej mbi 200%. Vetëm në vitin 2025 krahasuar me vitin 2024, hyrjet u shtuan me 6.6%, duke konfirmuar vijimsinë e trendit të rritjes dhe pas bumit turistik të viteve të fundit. Pesha kryesore e hyrjeve vazhdon të mbetet rajonale. Kosova kryeson bindshëm me mbi 4.6 milion hyrje në vitin 2025, ndjekur nga Italia me 1.29 milion dhe Greqia me rreth 804.000 hyrje. Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi mbeten gjithashtu burime të rëndësishme me flukse të larta dhe relativisht të qëndrueshme ndër vite, çka tregon se lëvizja ndërkufitare në Ballkan përbën ende boshtin kryesor të hyrjeve në vend. Ndërkohë rritjen më të fortë afatgjate kanë shënuar disa shtetet e Europës perëndimore dhe qendrore. Franca, Gjermania, Çekia, Polonia, Holanda dhe Mbretëria e Bashkuar kanë shumëfishuar hyrjet që nga viti 2015, me rritje që variojnë nga rreth 300% deri mbi 600%. Gjermania veçohet edhe për rritjen vjetore të vitit 2025, me mbi 20% më shumë hyrje krahasuar me vitin 2024. Rritjet të ndjeshme shfaqen disa tregje më të larta. Shtetet e Bashkuara arritën mbi 241.000 hyrje në vitin 2025, ndërsa India, Izraeli dhe Ukraina regjistruan rritje shumë të larta si në terma vjetor ashtu edhe në krahasim me vitin 2015. Këto zhvillime tregojnë zgjerim gradual të hartës origjinës e vizitorëve përtej rajonit tradicional. Nga ana tjetër, disa shtete shënuan në rënje përgjatë vitit 2025, përfshirë Rusinë, Turqinë, Poloninë dhe Rumaninë, si dhe kategorinë vende të tjera të botës, e cila vijon të kurrë ndjeshëm krahasuar me vitin 2015 dhe 2024. Këto luhatje lidhen kryesisht me faktorë gjeopolitik, ndryshime tregjesh dhe përqendrim më të madh në tregjet europiane. Tregu i transportit ajror në Shqipëri përgjatë vitit 2025 është karakterizuar nga dominimi i qartë i linjave ajrore me kosto të ulët, ku Wizz Air dhe Ryanair kanë mbajtur peshën kryesore të fluturimeve nga dhe drejt vendit. Tregu i transportit ajror në Shqipëri gjatë vitit 2025 është karakterizuar nga një dominim i qartë i linjave ajrore me kosto të ulët, ku Wizz Air dhe Ryanair kanë mbajtur peshën kryesore të fluturimeve nga dhe drejt vendit. Sipas raportit vjetor për ndarjen e tregut, sipas kompanive ajrore, Wizz Air ka rezultuar operatori kryesor gjatë gjithë vitit, me një pjesëmarrje që varion nga 63.67% në muajin janar deri në 46.40% në korrik, duke shënuar një rritje të ndjeshme sërish në fund të vitit, në 58.78% në nëntor. Në vendin e dytë rënditje të Ryanair, e cila ka mbajtur një peshë të konsiderueshme në treg gjatë gjithë vitit, me një kulm prej 26.09% në prill dhe një rritje të fortë në muajt e fundit të vitit, duke arritur në 24.33% në nëntor. Ndërkohë, kompani të tjera si Pegasus Airlines, Lufthansa, Air Albania kanë ruajtur pjesë të moderuara të tregut, por me prani të qëndrueshme mujore. Gjatë sezonit veror vjet re një rritje ndjeshme e fluturimeve charter, të cilat arrin deri në 7.61% në korrik dhe 7.40% në gusht, duke reflektuar rritjen e fluksit turistik drejt Shqipërisë.
Këto të dhëna konfirmojnë rolin gjithnjë më të rëndësishëm të vendit si destinacion turistik dhe nyje rajonale transportit ajror, me fokus të veçantë në linjat low cost dhe fluturimet sezonale. Sipas raportit të ndarjes së tregut për vitin 2025 në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës kanë operuar mbi 30 kompani ajrore, duke përfshirë linja të rregullta, kompani low cost dhe fluturime charter sezonale. Kjo larmi operatorësh dëshmon për rritjen e konkurrencës në tregun ajror shqiptar dhe zgjerimin e lidhjeve me destinacione europiane dhe rajonale. Stenda e Shqipërisë në panajirin ndërkombëtar të turizmit fituar 2026 në Madrid në Spanjë ka tërhequr interes të lartë nga vizitorë dhe operatorë turistik nga vende të ndryshme të botës, duke reflektuar rritjen e vëmendjes ndërkombëtare ndaj Shqipërisë si destinacion turistik. Stenda e Shqipërisë në panajirin ndërkombëtar të turizmit fituar 2026 në Madrid, Spanjë ka tërhequr interes të lartë nga vizitorë dhe operatorë turistik nga vende të ndryshme të botës, duke reflektuar rritjen e vëmendjes ndërkombëtare ndaj Shqipërisë si destinacion turistik. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha zhvilloi një takim miqësor me Ministrin e Industrisë dhe Turizmit të Spanjës, ku u diskutuan zhvillimet më të fundit në sektorin e turizmit, si dhe mundësitë për shkëmbimin e përvojave dhe modeleve të suksesshme mes dy vendeve. Gjatë takimit, palët u ndalën në forcimin e bashkëpunimit në fusha me interes të përbashkët, përfshirë turizmin e qëndrueshëm, promovimin e destinacioneve kulturore, diversifikimin e ofertës turistike dhe zgjatjen e sezonit turistik. Në këtë kontekst, u theksua potenciali në rritje i Shqipërisë si destinacion turistik, gjithashtu u vlerësua rëndësia e partneriteteve institucionale dhe të biznesit për nxitjen e investimeve dhe ndërtimin e bashkëpunimit afatgjatë. Ndërkohë, në këtë panajir në stendën shqiptare prezantohen destinacionet kryesore turistike të vendit, vlerat e trashëgimisë kulturore, si dhe produkte tradicionale të cilat përfaqësojnë një pjesë të rëndësishme të ofertës turistike kombëtare. Ky prezantim synon të pasqyrojë diversitetin e Shqipërisë dhe potencialin e saj për zhvillimin e turizmit përgjatë gjithë vitit. Ky panajir mbetet një platformë kyçe për dialogun dhe bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e turizmit. Shqipëria po tërheq gjithnjë më shumë turist fal bukurive natyrore dhe parqeve kombëtare. 5.9 milion vizitorë eksploruan zonat e mbrojtura përgjatë vitit 2025, duke shënuar një rritje prej 6% krahasuar me vitin 2024. Shqipëria po tërheq gjithnjë më tepër dashamirës të natyrës dhe aventurës, duke u shndërruar në një destinacion turistik me potencial të jashtëzakonshëm. Sipas Ministrisë së Mjedisit, gjatë vitit 2025, 5.9 milion vizitor vizituan zonat e mbrojtura të vendit, duke shënuar një rritje prej 6% krahasuar me vitin 2024, ku pjesa më e madhe janë turistë të huaj. Peizazhet e parqet kombëtare nuk janë thjesht atraksione natyrore, por edhe burim punësimi dhe promovimi ndërkombëtar i Shqipërisë. Përmes zgjerimit dhe mbrojtjes së këtyre hapësirave, synohet të ruhet gjendja e paprekur e natyrës dhe të forcohet pozicioni si destinacion i qëndrueshëm turistik. Ekspertët theksojnë se promovimi i këtyre zonave jo vetëm arrit numrin e vizitorëve, por edhe ndërgjegjësimin për rëndësinë e ruajtjes së natyrës, duke krijuar një model që mund të shërbejë si shembull për rajonin Damegjer. Interneti po kthehet në shërbimin kryesor të komunikimit në Shqipëri me rritje të vazhdueshme të përdoruesve, veçanërisht te paketat vetëm internet, ndërsa telefonia fikse po humbet terren. Interneti po konsolidohet gjithnjë më shumë si mjeti kryesor i komunikimit në Shqipëri, ndërsa shërbimet tradicionale po humbasin gradualisht përdorues. Këtë e konfirmojnë të dhënat e fundit të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare për 3 mujorin e tretë të vitit 2025, të cilat tregojnë një zhvendosje të qartë të qytetarëve drejt shërbimeve digjitale. Sipas raportit, numri i pajtimtarëve me akses broadband nga rrjetet fikse ka arritur në rreth 711.000, duke shënuar rritje të qëndrueshme si në krahasim me 3 mujorin e mëparshëm, ashtu edhe me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kjo rritje lidhet kryesisht me nevojën e rritje për internet në familje, për punë, arsim, shërbime online dhe argëtim. Zgjidhja më e shpeshtë të qytetarëve mbetet paketa vetëm internet, e cila përdoret nga mbi gjysmë e pajtimtarëve. Në të njëjtën kohë, interesimi për paketat e kombinuara që përfshin edhe telefoninë fikse vijon të bjerë, duke pasqyruar një ndryshim të qartë në mënyrën e komunikimit. Ndërkaq, paketat që bashkojnë internetin me televizionin mbajnë ende peshën kryesore mes ofertave të integruara. Në kahun tjetër, telefonia fikse po përjeton rënje të vazhdueshme. Numri i përdoruesve ka zbritur në rreth 155.000,
një tregues i qartë se ky shërbim po praktiset gjithnjë më shumë nga qytetarët, të cilët po e zëvendësojnë me komunikimin përmes internetit dhe telefonisë celulare. Ndryshime vërehen edhe në tregun celular. Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2025 ka pasur rritje të përdoruesve krahasuar me tremujorin e mëparshëm. Megjithatë, në krahasim vjetor, shifrat mbeten më të ulëta. Pavarësisht kësaj, përdorimi i internetit nga rrjetet celulare po zgjerohet ndjeshëm dhe tashmë shumica e përdoruesve celular janë aktiv online, kryesisht për rrjete sociale, aplikacione komunikimi dhe shërbime digjitale. Të dhënat tregojnë se tregu i komunikimeve elektronike në Shqipëri po kalon një transformim të qartë drejt shërbimeve digjitale, ndërsa format klasike të komunikimit po humbasin gradualisht rëndësinë e tyre në jetën e përditshme të qytetarëve. Flota e mjeteve elektrike në Shqipëri shënoi rritje rekord në vitin 2025 me mbi 6.000 regjistrime. Kjo tregon përparim drejt transportit të gjelbër ku qytetarët dhe bizneset po zgjidhin alternativa misore me mjedisin. Flota e mjeteve elektrike në Shqipëri shënoi rritje rekord me 6.187 regjistrime, pothuajse 2 fish më shumë se viti 2024. Ky trend tregon një përparim të qartë drejt transportit të gjelbër dhe ndryshim gradual në strukturën e flotës kombëtare të automjeteve, ndërsa qytetarët dhe bizneset po zgjedhin gjithmonë më tepër alternativa miqësore me mjedisin. Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor, rritja e vitit 2025 është një nga më të lartat në historinë e mobilitetit elektrik në vend, duke reflektuar jo vetëm interesin në rritje për automjetet green, por edhe një ndryshim të qëndrueshëm në zgjedhjet e konsumatorëve. Faktorë si kostot më të ulta të përdorimit, ndërgjegjësimi për çështjet mjedisore dhe interesimi për teknologjitë e reja kanë nxitur këtë prirje, ndërsa nevoja për zgjerimin e infrastrukturës për t'i karikuar dhe politika publike mbështetëse janë shtuar. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor e cilëson sinjal pozitiv, transport më të pastër, më të qëndrueshëm dhe miqësor me mjedisin, si dhe duke përmbushur gradualisht objektivat kombëtar. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka ngritur një padi prej $5 miliardë kundër JP Morgan, duke e akuzuar institucionin financiar për revokimin e licencës së tij bankare për arsye politike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ngriti një padi prej $5 miliardë kundrejt JP Morgan dhe drejtuesin e saj Jamie Dimon. Ai akuzon për mbylljen e disa prej llogarive për shkaqe politike. Padia e ngritur në gjykatë shtetërore të Floridës akuzon bankën më të madhe amerikane për shkelje të politikave të veta, duke zgjedhur Trumpin për të përfituar nga ashtu quajtura valë politike. Na vjen keq që presidenti Trump na ka paditur. Besojmë se padia nuk ka asnjë vlerë, por respektojmë të drejtën e tij për të na paditur dhe të drejtën tonë për të mbrojtur veten, thanë përfaqësues të këtij institucioni. Trump akuzoi JP Morgan për shkelje të parimeve të saj në mënyrë të njëanshme, duke mbyllur llogaritë që përkisin atij dhe kompanive përkatëse. JP Morgan pohoi se mbyll llogaritë që krijojnë rrezik ligjor ose rregullator për kompaninë. Ai gjithashtu akuzoi Diamond se kishte hartuar një listë të zezë dashakeqe për të paralajmëruar bankat e tjera mbi ndikimin e biznesit me Trump. Bankat janë përballur me një presion politik në rritje vitet e fundit, veçanërisht nga konservatorët, të cilët thonë se huadhënësit për arsye politike kanë diskriminuar industri të tilla si armët e zjarrit dhe lëndët djegëse. Vitin e kaluar JP Morgan tha se po bashkëpunonte me hetimet nga agjenci qeveritare dhe subjekte të tjera në lidhje me presionin e administratës Trump kundër pretendimeve për përjashtime bankare. Amazon po përgatitet të pushojë nga puna mira punonjës duke përmbysur rritjen e punësimeve. Menaxherët e ekipeve që do të preken janë udhëzuar të marrin trajnim për mënyrën se si duhet të komunikohet me punonjësit. Kompania e shitjeve online Amazon po planifikon reduktimin e vendeve të punës si pjesë e misionit të saj për të liruar rreth 30.000 vende pune korporative. Në tetor, kompania shkurtoi rreth 14.000 vende pune në sektorin administrativ, rreth gjysma objektivit prej 30.000 të planifikuar. Punët në njësitë Amazon pritet të ndikohen megjithse plani mbetet ende i paqartë, për shkak se sipas burimeve të njohura me çështjet detajet e planeve të Amazon mund të ndryshojnë. Sipas kompanisë, inteligjenca artificiale po ristrukturon biznesin global. Kjo gjeneratë AI është transformuesja që nga epoka e internetit e cila po i mundson kompanive emancipim të shpejtë, shprehu Amazon. Megjithatë, CEO Andy Jassy
Më vonë u tha se ulja nuk ishte vërtet motivuar financiarisht dhe as nuk është nxitur nga inteligjenca artificiale, përkundër, si tha ai, është kulturë, gjë që përshkruan nivelin e lartë të burokracisë. 30.000 vende pune përfaqësojnë gati 10% të forcës punëtore në korporat. Një pjesë e madhe e burimeve njerëzore të kompanisë ushtrojnë detyrën e tyre në sektorin operacional, ku përfshihet magazinimi, përpunimi dhe logjistika e produkteve. Fakt ky i cili kristalizon interesat e vërtet të Amazon. Elon Musk ka parlemruar se mund të blej kompaninë ajrore Ryanair. Përplasja filloi më 14 janar kur O'Leary refuzoi të vendosë Wi-Fi në avion. Polemikat në rrjetet sociale midis Elon Musk dhe drejtuesit të Ryanair Michael O'Leary mbi koston e instalimit të Starlink Wi-Fi ka rindezur një debat të gjatë në industrinë e aviacionit. Musk përmes postimeve në platformën X kërkoi shkarkimin e O'Leary dhe madje krijoi një sondazh ku pyeti ndjekësit e tij nëse duhej të blinte Ryanair dhe të vendoste një raja në krye me mbi 76% të përgjigjeve që mbështetën idenë. Për linjat e udhëtimeve të gjata që u shërben klientëve premium, interneti është kthyer në një kriter të pashmangshëm, por për linjat ajrore të udhëtimeve të shkurtra dhe të lira si Ryanair, oferta duket më pak bindëse. Nuk do të prisje të udhëtoje me Ryanair dhe të përjetoje llojin e përvojës së pasagjerëve që do të përjetoje në një fluturim të gjatë, tha David Whelan, një analist në Valor Consultancy. Kërkesa në rritje për udhëtime premium që nga pandemia ka nxitur një përdorim të gjerë të këtyre shërbimeve. Sidomos në linjën transatlantike dhe në SBA, kjo po kthehet në një kosto biznesi, tha drejtori ekzekutiv i Air France, Ben Smith. Satelitët e Starlink i japin kompanive ajrore një avantazh duke zvogluar vonesa dhe duke mundësuar thirrje e transmetim të vazhdueshëm vizual, thon analistët. Whelan i Valor Consultancy vlerëson kostot në afërsisht $170.000 për avion në varësi të linjës ajrore. O'Leary thot se antenat Wi-Fi ushtojnë peshë aeroplanëve dhe rrisin rezistencën aerodinamike, e cila nga ana tjetër rrit kostot e karburantit. Musk u kundërpërgjigj duke thënë se pengesa ishte e papërfillshme dhe bëri një kërcënim ironik për të blerë Ryanair. Përvoja jonë na tregon se mendojmë që më pak se 10% do të paguanin për këtë akses dhe për këtë arsye nuk mund të përballojmë kostot prej $150 ose $250 milion në vit, tha ai. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.